çka është ekstremizëm në fe? Ekstremizëm në fe është ta teprash në ato gjëra në të cilat nuk ka argument nga Kurani, as nga Suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të shtosh ato gjëra që nuk janë pjesë e fesë, të pretendosh diçka që s'ka argument për to. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka sqaruar qartë këtë çështje. Kur ka shku në haxhin lamtumirës, i ka pa njerëzit duke mbledh gur për të gjujt vendin që simbolizon gjujtjen e shejtanit. Ata po mbledhnin gur të mëdhaj, madhësi të madhe. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar se gur duhet jenë të vegjël, më të vegjël se sa kjo pjesa e apo sa thoni pak a shumë. Kur i ka pa ata me gur të mëdhaj që përdojnë me gjujt të menu që aty është shejtani edhe me, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaq mjafton, ata gur të mëdhaj, ka thonë helekel mutanatti'un, janë shkatru të prusit, ekstremistët, janë shkatru. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson që kaq, ata po marrin gur të mëdhaj. Prandaj, ekstremizmi është çdo sen i cili nuk ka argument në fe, i cili kundërshton edhe del kinse unë ma mirë po di. Feja na ka thonë mi fal 5 vaktet, mu qua edhe na me thonë, jo, na i kemi bërë 6 vakte. Na i thojmë ti e të bo ekstremizëm. Por, nëse na i krymë obligimet dhe në skaj, i krymë obligimet dhe në maksimum, i krymë obligimet 100%, të bazuara në Kur'an edhe në Sunet, jo kokë në vete, na nuk jemi ekstremist. Nëse ti i fal 5 vaktet, e thot dikush, a ky pi fal 5 vaktet, ky u bën ekstremist. Jo, i themi ti e ke keq kuptuar ekstremizmin. Ekstremizëm është me shtu diçka në fe. Nëse unë jam i përkushtuar 100% mësimet e fesë teme, pse ti mu m'akuzon? Kur unë kam bazë, kur unë kam argument. Prandaj duhet me pas kujdes, vëllezër, motra, mës me keq kuptu. Njoni e ka nisë ma gjëru të hanë e tajte, edhe i thot ky ish bo ekstremist, se njoni e ka shumë mjekrën, tjetra vajza ka qitë mbulesën, ish bo ekstremiste. Jo bre, nëse ka argument, nuk është, e nëse te pranë, ose, një detaj më caraj, ose i keq kupton kokë në vete, me budallakin e vetë, argumentet e fesë, edhe ajo mund të kaloj në ekstremizëm. Prandaj, keni kujdes, bane këtë dallim të qartë.